Sipas të dhënave më të fundit nga Eurostat për vitin 2022, Shqipëria renditet në fund të listës europiane, sa i përket angazhimit qytetar dhe vullnetarizmit, me vetëm 1.6% të popullsisë që deklaron pjesëmarrje në këto aktivitete. Ky nivel mbetet tejet i ulët krahasuar me mesataren e Bashkimit Evropian prej 12.3% dhe krijon një hendek alarmant me vendet e Europës Veriore, si Norvegjia, ku mbi gjysma e qytetarëve janë aktiv në komunitet. Edhe brenda rajonit, vendi ynë qëndron pas Serbisë dhe Malit të Zi, duke dëshmuar për një shoqëri civile pak të mobilizuar dhe një ndjesi të dobët komunitare. Ky qëndrim pasiv i shqiptarëve ndaj vullnetarizmit analizohet si pasojë e disa faktorëve historik dhe socioekonomik, ku spikat sindroma e trashëguar nga sistemi komunist që e identifikonte punën vullnetare me detyrimin. Përveç kësaj, vështirësitë ekonomike e bëjnë angazhimin pa pakesë të duket si një luks, ndërsa skepticizmi ndaj institucioneve dhe mungesa e edukimit praktik qytetar në përshkolla kanë dekurajuar përfshirjen e individëve në kauza sociale. Në fund, raporti sugjeron se nxitja e vullnetarizmit mbetet një sfidë e madhe për të rritur kohezionin social dhe besimin se roli i individit mund të sjellë ndryshim real në shoqëri.